Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Situata në lindjen e mesme nuk po gjen qetësi pavarësisht përpjekjeve të shumanshme diplomatike, por në të njëjtën kohë edhe një plani prej 20 pikësh të presidentit Trump për arritjen e armëpushimit dhe për rindërtimin e territoreve, i cili nuk është pranuar tërësisht nga Hamasi dhe nga ana tjetër të dyja palët në konflikt, pra edhe pala izraelite dhe ajo palestineze, akuzojnë njëra tjetrën për mos respektim të këtij armëpushimi. Megjithatë, të gjithë dëshirojnë paqe, të gjithë dëshirojnë që të dyja palët të ulin armët, sepse edhe në momentin që po flasim ka goditje dhe ka goditje me armë dhe viktima, një situatë e rënduar humanitare, por gjithsesi do të flitet, me sa duket do të flitet në vimësi për situatën në lindjen e mesme dhe për atë që po ndodh aktualisht. Sot i ftuar në analizë për të folur pra për situatën në lindjen e mesme është diplomati dhe historiani Spartak Topollaj. Ju falenderoj që qëndroni sot në analizë për të folur në fakt për një çështje për të cilën ju jeni një ekspert, do t'ju quaja, për sa i përket lindjes së mesme edhe për shkak të backgroundit tuaj si një ambasador i Shqipërisë në Egjipt në një periudhë pak a shumë të gjatë. Së pari njerë edhe unë ju falenderoj për ftesën. Dhe ndërkohë sigurisht që keni qenë edhe dëshmitar pavarësisht se sa ulje ngritje ka patur ky konflikt midis Izraelit dhe Palestinës, për fat të keq ai ende vazhdon dhe lufta në Gaza duket se ka ndryshuar balancën gjeopolitike të lindjes së mesme. Marrëveshja e fundit e armëpushimit në Gaza, e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Trump, mbetet gjithsesi e brisht, por duket se ka dhe një potencial për t'u zbatuar nëse do të ketë një vullnet politik nga të gjitha anët. Juve, duke u nisur nga kjo marrëveshje e armëpushimit, si do ta vlerësoni atë? Po, patjetër që do ta vlerësoj, por do më lejosh vetëm një minutë të them diçka si prolog, sepse luftrat kanë një histori arabo-izraelite, kulmuan me themelimin e shtetit Izraelit në 47-48 nga fuqitë anglo-franco-amerikane, dhe janë bërë rreth 5 luftra të mëdha, e 48-ës, e 56-ës, e 67-ës, e 5 ditëve e Yom Kipurit edhe lufta aktuale. Plus dhe revolucionet e 2011-ës në shumë nga vendet arabe, përfshi Egjiptin, përfshi Sirin, përfshi Libin, Tunizin, e kështu me radhë. Prandaj, në këto rrethana duhet parë që ky konflikt, që është paguar me jetën e mira njerëzve, duhet të ndalet. Dhe këtu presidenti Trump ndërmori një hap të guximshëm, që vetëm një president si ai, jo vetëm nga fakti që është presidenti i fuqisë më të madhe në botë, por edhe personalisht e ka shpirtin e aventurës, në këtë rast për mirë, edhe të aventurës politike për t'u imponuar, dhe ja arriti që t'i mbledh të gjithë krerët arab, përfshi edhe Turqinë, që është vend islamik por jo arab, dhe t'i bind ata që të pranojnë marrëveshjen finale, po e quajmë, mes Hamasit dhe Izraelit. Kjo ndodhi në Sharm el Sheikh, ai vuri në krah patjetër presidentin egjiptian, Mohammed Yusuf Hussein Khalil Abdel Fattah al-Sisi, vuri presidentin turk Erdogan, princin bin Selman të Arabisë Saudite, edhe të tjerët. Ngjarjet u zhvilluan në këtë mënyrë. Lufta nisi nga një akt i pafalshëm terrorist i Hamasit. Me 7 tetor 2023, në një nga kibucet, lokalitetet izraelite, brenda territorit të Izraelit aktual, zhvilloi një festival rinie dhe pa prit dhe pa kujtu sulmohen nga një komandos gjigant, nga një grup i madh ushtarak i Hamasit, i armatosur deri në dhëmb, dhe vriten 1200 të rinj e të reja, gra dhe fëmijë edhe pleq, dhe rrëmbehen 251 pengje. Krimi ishte i papranueshëm, i pafaqshëm aq më tepër për Izraelin, i cili filloi hakmarrjen e menjëhershme. Hakmarrja ka qenë disproporcionale, për të qenë sinqert. Numri i vrarëve tani palestinez ka arritur në gati 70.000. Bashkë me izraelitët bën 70 plot. Pra janë 70.000 jetë njerëzish. Nuk po flasim për Gazën
që kur e shikon ashtu nga lart me drona, me aviona që e filmojnë, të kujton Hiroshimën dhe Nagasakin e 45-ës. Jesh marrë jeta e mira fëmijëve grave, plegjeve, plakave. Gjë që është situatë shumë e rënduar humanitare. Prandaj dhe presidenti Trump, që mos të zjatëmi, ndërhyri forcërisht. Ju imponua Netanyahut, se dhe Izraeli ka pas problemet e veta, sepse djathta ekstrem izraelite nuk është dakord që të ndalej lufta dhe të bëhet anëpushim me Hamasin, dhe u bë marrëveshje në fillim me 21 pika, njëra nga të cilat të radhë, mbeti marrëveshja finale me 20 pika, që e nënshkruan dhe Netanyahu edhe përfaqësuesit e Hamasit. Dhe në fakt to janë disa sfida, do t'i quaja unë, sepse nëse ndalemi te pikat kyçe të kësaj marrëveshje, ato përfshin përfundimin e luftës 2 vjeçare, lirimin e perëngjeve dhe të burgosurve palestinez, nisjen e procesit të gjerë të rindërtimit humanitar dhe infrastrukturor të Gazës, i cili kërkon 600 kamion ndihmash në ditë dhe investime të mëdha ndërkombëtare. Çarmatimi i Hamasit, tërheqja e trupave izraelite, krijimi i një qeverie tranzitore palestineze. Këto janë disa sfida madhore për sa i përket paqes dhe a i konsideroni ju të realizueshme këto sfida? Këto janë pikat kryesore të marrëveshjes dhe patjetër janë dhe sfida të mëdha. Unë mendoj se as Izraeli, se Hamasi jo, nuk kanë nga t'ja mbaj. Detyrimisht do t'i pranojnë dhe i kanë pranuar. Zbatimi i tyre nuk do të ishte i lehtë dhe nuk do të jetë i lehtë. Sidomos në kushtet që në këto kushte kur ende Hamasi ekziston, një pjesë e madhe e militantëve të tij janë të armatosur, vështirë se do të ishte paqja automatikisht e vendosur dhe e pashkelshme nga të dy palët. Patjetër, nuk është kaq e lehtë. Duhet thënë një herë që Izraeli u përgjigj me eliminimin e krerëve të Hamasit. Izraeli ka pas problem dhe vazhdon të ketë edhe me Hezbollahun. Vërtet ja ka eliminuar liderin famkeq Hassan Nasrallah, por që i kanë sjellë shumë të këqija stabilitetit në Liban dhe vetë popullit libanes. Por të furnizuar nga Irani dhe të inspiruar prej tij, Irani i ajatollahëve, ata kanë bërë shumë dëm edhe në Liban, edhe luftën civile ata e shkaktuan dhe krijuan probleme të mëdha për shoqërinë, jetën, ekonominë, ushtrinë etj. Në Liban. Tani jemi para këtij fakti që Hamasi e pranoi anëpushimin. Marrëveshja është bërë. Por çuditërisht, edhe pse marrëveshja është bërë dhe anëpushimi është pranuar, numri i vrarëve është mbi 200 edhe pas pranimit. Izraeli ka bërë disa gjërat që do të themi të mira, për shembull, jo më larg se për dje, dorëzoi 45 trupa të luftarëve të Hamasit të vrarë. Edhe Hamasi është përgjigjur me dorëzimin e pengjeve të vdekur tani, se gjallët janë. Dhe sot u dorëzua i fundit, kanë mbetur vetëm 6 trupa, që po kërkohen sepse duhet pranuar që është shumë e vështirë t'i gjesh tani, pasi është bërë rrafsh me tokën Gaza. Ata i mbanin nëpër tunele. Realiteti është i vështirë, por dëshira për të arritur në një armpushim funksional. Dhe këtu do të kujtoja dhe marrëveshjen dhe takimin e ministrave të jashtëm nga 7 vende në Stamboll për të diskutuar përpjekjet dhe ruajtjen e armpushimit, për të planifikuar të ardhmen e enklavës, ndërkohë që sulmet izraelite vazhdonin në sfond, do ta quajmë. Dhe kemi krye diplomatët nga Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indonezia, Katari, Pakistani, Arabia Saudite dhe Jordania që ranë dakord për nevojën e ruajtjes së armpushimit, parandalimin e një dhune të re, sepse në një terren të tillë ka patjetër fakte të dhunës, si dhe ndan qëndrimin se Palestina duhet të qeveriset dhe të sigurohet nga palestinezët. Ndërkohë që në të gjithë analizat ndërkombëtare kemi të bëjmë me idenë e cila duket që është më reale e krijimit të 2 shteteve. Ju si do ta komentonit takimin e ministrave të jashtëm në Stamboll? Po, përpara fillimit të komentimit të kësaj, që është pjesa kryesore e pyetjes, do thosha vetëm diçka në vazhdimën e asaj që çfarë ka bërë njëra palë, çfarë ka bërë pala tjetër, nuk duhet ta mohojmë edhe faktin që Izraeli liroi nga burgjet mbi 2500 të burgosur palestinez, të gjithë për akte terroriste. Se këtë e ka pas Hamasi një nga kushtet. Jo,
Plas të akteve terroriste ka pas një nga gabimet dhe përgjegjësitë më të rënda me terror. Shumë e rëndë duke qenë një cilësuar si organizatë terroriste. Liroi mbi 2000 të burgosur, të dënuar me vite të gjata burg, dhe mbi të gjitha liroi dhe 200 krerë palestinez, kryesisht të Hamasit, të cilët ishin të dënuar me burgim të përjetshëm. Pra nuk është pak të lirosh 2500 të burgosur, të gjithë të akuzuar për terror. Se ata i ke gjithmonë mina që mund të plasin. Pra ky ishte akt i rëndësishëm i Izraelit. Edhe dorëzimi i këtyre trupave, 45 trupave par dje, dhe dorëzimi i pengjeve gjithashtu nga Hamasi drejt Izraelit, kanë mbetur vetëm 6, disa po verifikohen se dyshohet që mund të jenë të trupa të palestinezëve që janë ngatruar në bombardime NATO. Lidhur me këtë që thoni për konferencën e ministrave të jashtëm dhe perspektiva që ata parashikojnë, vendimet që ata kanë marrë, se nuk i mblidhen kot, unë mendoj që edhe kjo është shumë e rëndësishme, edhe kjo është meritë e presidentit Trump, pa mohuar dhe meritën e presidentit Recep Tayyip Erdogan, ku Turqia në rajon ka rol të rëndësishëm. Tani në Stamboll, natyrisht, ministrat e jashtëm, që janë edhe përgjegjësit e parë për diplomacinë dhe për arritjen e marrëveshjeve, natyrisht në rakord të plotë me qeveritë e tyre, kanë vendosur dhe kanë menduar që pa një njohje reciproke nga të dy palët, pa njohje të shtetit, pra të zhvillimit me dy shtete, kur nuk do të ketë një paqe të vërtetë dhe afatgjatë. Këtë duhet ta kuptojnë si Izraeli, ashtu edhe Palestina. Dhe juve e përmendët edhe këtë, megjithatë në të gjitha analizat ndërkombëtare theksohet se paqja mund të vijë vetëm nëpërmjet njohjes reciproke të shteteve dhe se pa një udhëheqje të re politike në të dyja palët, ky proces mbetet i papërfunduar. Ju e shihni këtë pranim të dy shteteve si një zgjidhje e qëndrueshme e konfliktit Izrael-Palestinë? Po, pa diskutim, zgjidhje e qëndrueshme e domosdoshme. Nuk ka rrugë tjetër. Por, kjo duhet filloj nga një gjë që nuk mund ta lëm pa e përmendur. Siç thash, vetë Palestina është e ndarë pak a shumë në dy pjesë. Në pjesën më të madhe e qeverisë Fatahu, i presidentit Abu Mazen, në pjesën e rripit të Gazës, prej shumë vitesh, mbas votimeve, që fitoi Hamasi, qeverisë Hamasi. Pra duhet të shkrihen ato, të çarmatoset Hamasi dhe të bashkohet me palën tjetër, po palestineze, pra me presidentin Mahmud Abbas, dhe pastaj si të krijohet një Palestinë unike, flas në politikë dhe në shtet, atëherë ata kanë drejt të thonë tashi ne jemi një shtet, ju jeni një shtet, hajdeni të merremi vesh me garancinë e presidentit Trump, pa e them shkurt dhe thjesht, dhe të njohim njëri tjetrin dhe të ndalim humbjen e të mërshme të jetës së njerëzve. Megjithatë, nga pala izraelite nuk është se është pranuar në mënyrë direkte, as indirekte. Tjetër po e themi dhe disa herë presidenti Trump edhe Izraelin e ka kërcënuar. Ka thënë se s'ka kuptim tjetër kjo që do humbisni mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe Netanyahu është aq i mençur, siç është udhëheqësia izraelite, që shquhen ato për mençuri, qoftë edhe në politikë, se në shkencë, në letërsi kanë marrë shumicën e çmimeve Nobel. Duhet pranuar kjo që edhe Izraeli duhet ju thotë ekstremistëve të së djathtës ekstreme, që i ka dhe pjesë të koalicionit qeveritar, tash nuk shtyhet më me luftë. Pikërisht. Po vriten njerëz, po humbin jetë njerëzish. Është një konflikt shumë i gjatë, i cili duhet marrë fund. I cili ka shkaktuar dëme nga njerëzore. Dhe thotë shpreha e famshme latine, conditio sine qua non, është kusht pa të cilin nuk mund të ekzistojë më paqe. Nëse nuk njihen të dy shtete, të krijohet një shtet unik palestinez dhe Izraeli është i tillë, por ta pranojnë dhe ta njohin njëri tjetrin, paqe nuk do të ketë. Dhe ne jemi edhe qeveria aktuale, këtë do ta pranojmë, dhe qeveria e mëparshme, pa diskutim, janë për këtë pikpamje. Dy shtete
të njohin njëri tjetrin. Dy shtete që më në fund duhet të japin një zgjidhje definitive konfliktit, i cili rrezikon të zgjerohet se ja ka dalë problemi prapë me Hezbollahun. Jo më larg se sot në mëngjes Izraeli bombardoi territoret tjetër me pasoja e të rënda për të gjithë rajonin. E Libanit jugut, të cilat qeverisen nga Hezbollahu. I ka prishur shumë punë. Gjithsesi, situata mbetet për fat të keq e rënduar. Unë ju falenderoj shumë zotit Topollaj për të gjitha opinionet që ndat në studion e analizë për këtë çështje e cila vazhdon të mbetet. Jam unë që ju falenderoj. Edhe më rikujtuat shumë gjëra bashkë me nostalgjinë për botën arabe që për fat e njoh mirë. Faleminderit. Dhe uroj patjetër për ju, dhe me qenë se kishim këtë temë, uroj që të ketë një zgjidhje, të mos ketë më vrasje, të ketë paqe, mirëkuptim dhe demokraci. Të dashur miq, sot në analizë me diplomatin dhe historianin Spartak Topollaj ne u ndalëm në situatën aktuale në lindjen e mesme, në armëpushimin që ende nuk po arrihet dhe sigurisht në paqen që po qëndron ende larg. Unë ju falenderoj që qëndruat me analizë, miru takofshim.